Kjo është emocioni përkundrejt racionales. Do ta vijoj atje ku tha Zoti Qori me shpresën që sot do ta rifitoj respektin që kam pasur për të deri dje, sepse sot unë kam deklaruar në mënyrë të vijueshme që nuk e quaj fare Zotin Qori kur flas, sepse ai është në bindjen e vet ideologjike, antikapitalist, marksist, ka qenë në protestë e kështu me radhë. Legjitim është. Dhe kam thënë që jam kundërshtar i plot ideologjik, por e respektoj njeriun genuin. Dhe kam thënë që jam politikan i parë që reagova në momentin që media s'reagonin dhe ka drejt atje zë. Kam qenë i pari që kam reaguar, pastaj kanë qenë kolegë të tjerë të Partisë Socialiste që kanë reaguar, dhe pastaj u kujtuan gjithë partizat e vogla e të mëdha të reagonin vetëm pasi u pa që ka një interes publik. Pse e them që të shpresoj ta rifitoj, sepse sot në parlament duke folur për këtë teatr politik, duke shmangur dhe njerë lëvizjen bashk për shkak të respektit që kam për genuinitetin dhe kundërshtin totale që kam të ashpër, jemi armiq ideologjik në thonjza, doli Zoti Muçi, deputeti juaj, edhe tha që jo se s'jemi marksist. Tani, po s'jeni marksist dhe jeni populist, jeni dhe ju të kjo turn, duhet ta ndani këtë gjë. Një parantez që besoj do marr përgjigje më vonë. Kur vjen fjala te kjo protest ka nisur për shkak të disa skenave banditeske që ne kemi parë në Zvërnec dhe që e them dhe njerë, për para se sa të reagon institucionet, unë si deputet i qarku të Vlorës kam reaguar ashpërsisht, bashkë me kolegë të tjerë të Partisë Socialiste kemi reaguar, sepse ishin skena banditeske të cilat janë të papranueshme në një shoqëri demokratike, mua personalisht më kanë cekur, ne na kanë cekur, dhe ndihem komod që jam në Partinë Socialiste, sepse Ministria e Brendshme reagoi, duke hequr nga puna drejtorin e policisë, duke hequr licensat e atyre që pretendonin se ishin polici private, se duke ishin gangster. Shteti reagoi. Pikërisht se ishin polici private, ishin një grup gangsterësh, se u hoqa i teli me gjemba që ishte në prom publike, se plazhi nuk është prom private, plazhi është prom publike dhe teli me gjemba ishte në prom publike, rëra, pra, dhe kështu me radhë. Pra, ky sentiment i krijuar në atë çast është krejt legjitim që do të krijonte revolt. Pas këtij momenti, futemi në një debat tjetër. Tani, me kë jemi ne? Unë jam banor të Zvërnecit. Futemi në debat... Jo, duhet ta mbaroj se është... Mbaroj, po të futemi në debat pasi të flasin... Mbaroj do të parashtrimin. Se ju folet si politikane, kupton, e okej. Unë flas si ardit në ratë, si deputet i kësaj zone, si njeri që kam sensitivitet ndaj asaj zone. Ta thot se cili qëndrimin... Po, pra, këtë po them. Edhe pastaj fillon debati. Lejon dhe një minutë. Po, merak. Unë jam e banor të asaj zone, të cilët të gjithë ka një pretendim të drejt për mua pronësie, që fatmirësisht tani ka hyrë dhe s'paku në lojë që ta hetoj deri në fund dhe të gjej se kush është pronari dhe ato 195 milion euro të shitblerjes të shkojnë të pronari real, dhe kam deklaruar këtë në parlament me emra, e nëse duhet t'i përmend prap emra t'i përmend prap, të cilët duan zhvillimin e zonës. Kemi këtu ambientalistë, që janë 1% e popullsisë janë ambientalistët, ata që kanë merakun e dunës, të karkalecit edhe të insektit të nartës, sepse kjo histori e flamingos duhet sqaruar pak më gjerë, se atje ka qenë aerodrom edhe në kohën e diktaturës. Atje ka qenë aeroporti civil dhe në vitet 20. Aeroporti civil që ka pasur fluturime të vijueshme në vitet 20-30. Pa fakte, thash, themi njerë qëndrimi... Okej, po jo, the ambientalistë. Qëndrimi se mbeten si shikus të gjithë... E treta janë antikapitalistët. Këto dy kategori, ambientalistët dhe antikapitalistë unë respektoj, janë kundërshtari tyre i hapur. Dhe kemi dhe këtu, po këtu besoj se duhet mbaroj tezën. Tu hynë në loj edhe një faktor, të cilët fatkeqësisht bëhet pjesë e marrin edhe ata që janë kundër protestës din çton. Një tezë, të cilën unë e kam bindje dhe e faktoj, që këtu kemi të bëjmë me ca interesat huaja në loj. Interesat e huaja nuk janë... Do flasim këtu. Thot hibride... Të mos them thelbin? Po do thuash pra. Të mos them thelbin? Po e thosh që në fillim të. Ne kemi deri në Korfuz e deri në Budva, në afërsitë Ulqinit, kemi rezorte elitare turistike që prodhojnë qindra miliona euro fitim. Territori që nuk ka të tillë është Republika e Shqipërisë në Ballkan. Këtu po planifikohet që do bëjë një rezort turistik që përveç ati 4 miliardë që është bërë si legjend 4 miliardë që investimit, prodhon një lloj cilësor turisti që do të harxoj shumë para këtu për ekonominë tonë. Ta bësh atë. Të vetëm ata që janë të interesuar. Jo, jemi kundër, jemi shumë plu. Thuajeni mo.
Nëse nesër del protesta. Vrim mushkonjat parat. Po lërmo me mushkonjat. Nësë vete dot, në asë i vend. Po ti jem me mushkonjat, do të vrasësh. Nuk vete dot, Këtë po të përpishem të them. Nëse protesta, Do shta i vrasin mushkonjat për dhëndrin e Trumpit do bu. Të lutem ta mbaroj. Ti gëzomi kësaj pune po. Të vazhdojmë të... Do ta mbaroj. Sa ta mbaroj edhe ta vazhdojmë. Atëherë ku ka ftuar 4 njerëz tjerë kot. Interesi i pastër... Cili fjalën e parë nga çerekore, Po pra, jo, 30 sekonda. 30 Jo, s'ka 30. 30. Ta them 30 mo. Po do 30 minuta. Interesi i pastër grek, i pasqyruar në reagimin e shtetit grek, të opozitës dhe të shumicës greke, në hapjen e mbi 1000 IP-ve të cilët në mënyrë artificiale pompojnë ambientalizmin këtu, të cilët janë luftë hibride. Kjo është lufta hibride. Që na u bë sot lëvizje flamingos edhe për nga njerëz të cilët nuk kanë vajt një ditë aty. Kjo është lufta hibride. Që shfrytëzohet sepse Greqis do t'ja marrim ata turistë. Jo vetëm Greqis. Dhe Malëzia. Dje isha... Pjesëmarrës protestash janë vetë, di me bo motje. Tër jetën protest. Ja, Arlin, të lutem. Dje isha me një 3 ambientalist edhe i pash si njerëzit më të lumtur në jetën e tyre, ishte momenti më i lumtur e jetës së tyre, sepse kanë bërë protesta me qindrat ambientalist, duke mbledh 13 veta, 8 veta, 16 veta. E për herë të parë, po shoh një turm atje që po bën kërkesa ambientaliste. I lumtur më duket edhe kushdo që është antikapitalist, përfshi zotin Qori, i cili ka një jetë që bën protesta me 20 veta, me 30 veta, me 100 veta. Legjitim është, një ditë mund mjë bën 1 milion ajo, dhe Albini e ka nisë me 20. Po them që s'është Dhe Albini e ka ba nisë me 20, që ko sot. Të cilët sot shohin një turm të madhe dhe që dëgjojnë thirrje antikapitaliste. I lumtur më duket dhe Andi, i cili e ka gjithmonë këtë poshtë Edi Rama, pastaj çrën si ka gjithë të tjerë. jam i lumtur, Ardit. Se kuptoj do ta i antikapitalist. Ja ta shpjegoj pse jam i lumtur. Vetëm një frazë. Unë jam i lumtur sot se unë të shtunën dhe të dielën pash kolegët e mi që ulnin kokën tek pucët me turp, se atje po zjente teli me gjëmba dhe protesta dhe nuk thoshin dot një fjalë. Ata të ri që dolën atje, se ti e ke profesion të vjetë, çliruan dhe kolegët e mi, sot të gjithë mediat, flasin për atë që ndodhë. Po mos dilnin ata njerëz në shesh, ne akoma nuk do të dinim, shqiptarët nuk do të dinin që po ndodhte në zbërnes. Akoma nuk e din. Akoma nuk e din, sepse mediat vazhdojnë që të mos flasin për çështjen e banorëve të Zvërnesit nga nisi, po vazhdojnë të flasin për interesa antikapitaliste e ambientaliste, se këto janë tezat që dëgjojmë, si teza po them. Pra media oligarkëve, fjetë për antikapitalistë. Si teza po them, në rrjetet sociale, mediat janë shumë të gjera sot, si teza, ne dëgjojmë teza ambientaliste dhe Ore, teza mund gjosh sa duash. Ta them pra më bu. Midis kodit të mertas, midis kodit që nuk fliste dikush dhe tani ka mendimet ndryshme, unë jam i lumtur që ka ndodhur ajo dhe këtu e mbylla vazhdo. Sepse po tjetë pra të gjë, unë kam reaguar, po them dhe njerë, janë politikani i parë që kam reaguar, deputeti i parë që kam reaguar që ta them më sakt. Se i pare se ishte redimun që ati bashkë me mua duke folur protest. Që në fillim, madje ju përjashtova me respekt të cilin sot se kam. Nuk është humbi e madhe, të sigurojmë. Okej. Do mbjetojmë. As për mua. Sepse dhe unë ku reagova, nuk u pasqyrua i reagim në media, u pasqyrua shumë më vonë në media. Po për të thënë që nuk është se bie ndesh shumë larg atje. Por sot ne dëgjojmë masivisht teza ambientaliste dhe antikapitaliste që po tjetë për ideologjinë e njerëzve përfaqësojnë më pak se sa 1% asaj proteste dhe ngjizja se si këto teza kanë arritur të kaplojnë 99% të protestës është produkt lufte hibride.